Bindja ndaj Aliut është bindje ndaj profetit dhe kundërshtimi i tij është kundërshtim ndaj profetit. Hakimi në librin e tij El Mustadrak transmeton nga Ebu Dherri, i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: Kush më bindet mua i është bindur dhe Allahut, kush nuk më bindet mua nuk i është bindur as Allahut. Kush i bindet Aliut më është bindur mua, kush nuk i bindet Aliut nuk më është bindur mua. Të hadith e transmeton edhe Ibn Asakiri dhe El Hindi. Hakimi dhe Dhehebiu rreth këtij hadithi i thonë se është i saktë në zinxhirin e transmetimit. Ky hadith dëshmon dhe argumenton qartë se Aliu, paqja qoftë mbi të, është i pagabueshëm dhe se të gjitha fjalët dhe veprat e tij janë në përputhje me shariatin e shenjtë, kështu që i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, për të treguar pozitën e tij, e lidh bindjen në respektin dhe ndjekjen e Aliut, sikur ti bindesh, ta respektosh dhe ta ndjekësh të dërguarin e Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. I dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, nuk flet asgjë nga vetja e tij, çdo gjë që ai thotë është shpallje e shpallur.